Ne do të bëjmë një prezantim në raport dhe me të gjithë individët e përfshirë në të aferë dhe lidhjen e tyre me vllajën e kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama. Ky material por dhe një rrjet i tërë kompanish të lidhura edhe me biznesin e call centerave, ashtu dhe me lejet e ndërtimit, që për efekt kohe sot e kemi të pamundur ta bëjmë publik, i gjithi do të përcillet pranë spakut për hetimet të mëtejshme. Por ta nisim ke prezantimi i këtyre fakteve për licencën e kazinos. Sipas kuadrit ligjor në fuqi, hotelet me 5 yje në vendin tonë mund përfitojnë licencë për ushtrimin e aktivitetit kazinos. Një ndër hotelet me 5 yje është ai në kullën e stadiumit Air Albania. Shoqëria që ka një licencë kazinoje në këtë hotel është shoqëria Space Plus. Sipas të dhënave të QKB-s, ky subjekt fillimisht kur mori licencën kishte si aksioner në masën 99% të aksioneve shoqërinë Alpstar dhe 1% shoqërinë WCZ Holding SRO. Kjo e fundit një kompani e regjistruar në Republikën Çeke. Ju lutem regjia, shfaqni në ekran ekstraktin e QKB-s. Sipas detyrimeve ligjore, kompania e cila aplikon për marrjen e një licence kazinoje duhet ketë një kapital minimalisht prej 1 miliard e 200 milion lek ose ndryshe rreth 12 milion euro. Ligji përcakton gjithashtu se kompania duhet ketë eksperiencë në fushën e lërave të fatit, e me sa duket kjo ka qenë fakt arsyeja pse është futur aksioner me vetëm 1% ortaku çek WCZ Holding SRO në kazinon në kullën Air Albania. Kjo kompani është e lidhur me shoqëri të cilat kanë pjesën më të madhe dhe operojnë në tregun e lërave të fatit, Adria Entertainment dhe WSI SHPK, të lidhura drejt për drejt me shtetasin Bledar Sinani. Në nëntor të vitit 2025, Alpstar ka shitur aksionet e kazinos drejt kompanisë GLG Investment. Sipas dokumentacionit të depozituar në QKB, rezulton se marrëveshja fillestare mes Alpstar dhe GLG Investment është firmosur në gusht të vitit 2025. Dhe më pas janë bërë kërkesat pranë AMLF dhe Autoritetit Konkurrencës për dhënien e miratimit për ndryshimin e aksionerit sipas përcaktimeve ligjore. Kjo marrëveshje nuk ka të përcaktuar një çmim për këtë transakcion ose marrëveshja e plot nuk është depozituar ende në QKB. Në ekran mund të shihni ekstrakt në QKB-s dhe një kopje të